në krye të shkollës erdhi vonë, por përhi se i ra të merret me problemet e vjetra. Pretendimet për diskriminimin ndaj një nxënësi të klasës së 6 trazoi ditët e para të detyrës së drejtoreshës së re të shkollës fillore, Mazlum Këpuska në Gjakov. Jeta Bakalli nisi punën si drejtoresh më 1 shtator të këtij viti, por që në ditën e parë të punës së saj, në krye të kësaj shkolle, ajo përballë me ankesat e nënës së 12 vjeçarit, e cila pretendon se i biri i saj ka përsëritur vitin, pasi që është vlerësuar padrejtësisht nga mësimdhënësit. Ajo e akuzon shkollën se e ka diskriminuar djalin e saj për shkak të faktit që vjen nga fshati dhe sipas saj, për këtë arsye, ai e ka përsëritur klasën. Por drejtoresha e re e mohon kategorikisht një gjë të tillë. Në një telefonat për Kiks Kosovën, ajo thotë se pretendimet e nënës për diskriminim janë të pabaza. Sipas saj, më shumë se gjysma e nxënësve që ndjekin mësimet në këtë shkollë vijnë nga fshati dhe askush prej tyre nuk është diskriminuar në asnjë formë. Unë nuk po m'duket arsyeshme të tom kryen sistem me fol. Unë po them, unë nuk kam qenë detyrë, edhe nuk kam kompetenca me folë për këtë punë. Unë me shku në drejtorit të arsimit, shkolla nuk ka shka, e kemi kryna me komisione, me krejt, ja kemi ofru gjitha dokumentat edhe ja ketë se pretendimet për diskriminim janë shumë të gabueshme. Na nuk e kemi veçat nxënës për fatit, për i kemi gjysën e ma shumë. Kështu që na nuk më bojmë ati dallimet, më vjekeq shumë më vjekeq pse nuk ka asnjë lloj diskriminimi, asnjë lloj problemi me djalin personalisht. Lutem. Për sa i përket faktit se 12 vjeçari nuk po shkon në shkollë tash e gati 1 muaj, drejtoresha i lë përgjegjës prindrit e tij. Prindja përgjithësi për këto. Jo na si këtë nxënës atje që të dalin në shkollë, që kanë hup vitin, duhet me dalë vaj. Çështja ka përfundu, tash prindja ka ndorë këtë punë. Më vjekeq, jeni në adres gabueshme. Po ju them, nuk kam une asnjë informacion në. Ajo sugjeron që nxënësit të rikthehet në klasën e 6 dhe të vijojë mësimet si të gjithë nxënësit e tjerë, të cilët e kanë përsëritur vitin.